Qeveria po bëhet gati të lançojë rilindjen urbane 2 për të avancuar transformimin e qyteteve. Detajet se çfarë synon kjo fazë e rilindjes urbane, kreu i qeverisë Edi Rama i dha nga prezantimi i iniciativës më të re të qeverisë për infrastrukturën digjitale, e cila synon dhënien fund të kabllove ajrore të vendosura si rrjet merimangash në çdo cep të qyteteve shqiptare, një problematikë e trajtuar me shqetësim shpeshherë edhe nga televizioni 6+1 Vlora. Kryeministri Rama, në eventin për infrastrukturën nëntoksore në zonat urbane, me në fokus sistemimin e kabllove ajrore dhe strukturave të improvizuara që dëmtojnë pamjen e qytetit, tha se duhet të bëhet kalimi gradual drejt infrastrukturës nëntoksore dhe se roli i bashkive në këtë proces është shumë i rëndësishëm. Më shumë standard në territor, më shumë koordinim dhe qytete më të rregullta drejt bashkimit evropian, tha ndër të tjera Rama. Të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike merimangash. Programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësisë së kanalizimit. Kreu i qeverisë foli edhe për një tjetër nivel të transportit urban dhe ndërurban. Do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht hallka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vëna në dispozicion nga sektori publik. Kryeministri shprehu shqetësimin për disa kryebashkiak, të cilët nuk qëndrojnë në kryet detyrës në qytetet ku janë zgjedhur për t'i shërbyer qytetarëve. Janë bërë pak problem, nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në kryet detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund të shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për i qytetës në juglindje të vendit, jo në jugperëndim, në juglindje të vendit, në aksin Tiranë-Korçë. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithë kohë, se si janë, si s'janë, prap ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Kësaj ere kryeministri ja kurseu përmendjen me emra, por u tha se nëse kjo situatë nuk ndryshon, atëherë nuk do të kursehet së treguari emrat.